bashkë me kolegë nga ekzekutive dhe legislative në ditën e dytë të përvjetorit të 28 të epopesë ushtrisë shqiptare të Kosovës, erdhëm këtu në Prekaz, në këtë kryeqendër të kryengritjes shqiptare, që të bëjmë homazhe, të vendosim lule të freskëta dhe t'ja kujtojmë e përkujtojmë vetes sonë çmimin e lartë që është paguar për shtetin e pavarur dhe sovran, për çlirimin e Kosovës, për lirinë e popullit dhe të qytetarëve. Nga Baba Shaban e Nëna Zahide e deri te Blerina e vogël, 3 breza të jasharëve për 3 ditë rresht ndodheshin në një rrethim të shumë fisht e të hekurt të Serbisë pushtuese e okupatore, e cila me mira forca policore e ushtarake, me makineri të rënd, shkrepi me mira predha e plumba mbi këtë familje që është simbol i kombit tonë sot. 3 brezat jasharëve, gjatë atyre 3 ditëve, u flijuan për çlirimin e vendit, për lirinë e popullit, për republikën dhe për bashkimin tonë. Andaj familjes Jashari, ne ja kemi borxh të përjetshëm e të pashlyeshëm angazhimin e përditshëm që të ruajmë e të mbrojmë shtetin dhe të drejtat e lirit e qytetarëve pa dallim. Sot Kosova ka ushtrinë e saj, e cila natyrisht që është amanet i kryekomandantit Adem Jashari, i cili bashkë me vllaun e tij Hamzën, para se të binin heroikisht në luftë pabarabartë me forcat armike, për 7 vjet kodrave e maleve të Drenicës, e të Kosovës, e të Shqipërisë, qëndruan e vepruan e organizuan ilegalisht atë që më pastaj bëhet kryengritje gjithë popullore, bartëses e cilës ishte ushtria e lavdishme çlirimtare e Kosovës. Andaj këtë ushtri që po e avancojmë edhe për nga aftësitë, edhe për nga madhësia, e shohim gjithashtu edhe si një përmbushje të idealit të atyre luftarëve të orëve të para, të cilët teksa ndronin për çlirimin e vendit tonë, njëkohësisht punonin për ushtrinë e popullit tonë. Lavdi kryekomandantit Adem Jashari dhe familjes Jashari për sakrificën e tyre sublime, e cila është në zemër të historisë së popullit tonë, të çlirimit tonë, e të shtetëndërtimit tonë demokratik. Kryeministër, çka keni diskutuar sot në takim me ambasadorët e Kuventit? Dekreti për shkollohen në Kuventit. Sot është dita e dytë e epopesë së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në ora 1 e kemi edhe një ekspozitë në hollin e Kuventit. Pastaj në ora 7 të darkës e kemi edhe akademinë përkujtimore. Për të gjitha çështjet e politikës ditore do të mund të flasim dhe t'ju përgjigjem nga Prishtina. Faleminderit.